momentumi, jo, nëse tash, të ma pranu live, qërë, tani më stuj vët debat. Nuk do me thonë që unë S'ka lidhje. Problemi është se në futboll ka momentum të mirë edhe momentum të keq. Nëse ti e shfrytëzon pjesën e momentumit të keq të kundërshtarit, normalisht gjendesh në këto pozita. Por unë prapë jam i bindur që ne gjithmonë kemi pas kualitet edhe kemi pas cilësi. Problemi ka qenë që ka pas individ më të mëdha se përfaqësuesja e Kosovës. E ky ka qenë mënyra se si është trajtuar prej trajnerëve të cilët e kanë di veten inferior ndaj grupit. Se me ardhë në Kosovë edhe me lanë rezervë një Edon Zhegro, do të më konë, ka që një farë trajneri, ka që një farë pedagogi, sa është problem. Pse është problem? Pse? Vish të spjegoj. Vish të spjegoj. Loren, po supozoj. Tjetër të Zhegrovës. Veç po supozoj. Në periudhën e Lill, kur ka qenë kush drejt. Të luajtur në nëse kish përfundu me një rezultat negativ. Nëse kish përfundu me një rezultat negativ. Çfarë përgjegjësie ka trajneri që për shembull, për mendimin tim, tash unë po referohem në perspektivës personale, asnjëherë se kam kështu. Mendimeve të mia personale dhe bindjeve të mia. Çfarë përgjegjësie kish me pas trajneri nëse nuk kish aktivizuar Edon Zhegrova në rast se kishin pas rezultat negativ? Do më thonë krejt jo, ish aktivizu se kishë ndryshu. Qëra në blendi. Rezultatet futbol ta imponuja. Po, me vepru ndryshe, po, kjo është një instalim i skemës që nuk mund është kur dush me instalu, kur dush me ek. Se kjo është si me shti në rrymë. Peshti sot po 3-3 pe e kinesër. Se na kështu e kena provu ma herët, po kena të shtu. Ja, veç treneri, unë e mendoj treneri, ky trener që ka ardhur,